Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me historinë e radhës. Kjo histori që të dëgjoni është pak histori e çuditshme që ka ndodhur, por zotëria dëshiron ta tregon këtë rrëfim sepse dëshiron të merr mendimin tuaj se është në hall të madh. Unë që po u shkruaj jam një burr. Ta them troç, jam në pikën e hallit. Ndoshta do të surprizoheni që po ju a them kaq hapur dhe në fillim. Por nuk e di si mund të shpreh ndryshe, thot. Jam 50 vjeç dhe sigurisht që jam i martuar, se po të mos isha, do të përjetoja çdo gjë që do të më sillte jeta. Në fakt, nuk jam martuar fort i ri, por për çudi, nuk kam patur aq raste sa kam patur kur u martova. Në thënë është ironi e fatit për zotrin. Që të mos ju lodh shumë me gjithë këto mendime që kam në kokë, po ju tregoj thot historinë që më ndodhi këtë verë e më ka trullosur krejtësisht. Unë punoj në shtet dhe gruaja ime gjithashtu. Kemi një fëmijë, një vajzë e cila tani është 16 vjeçe. Në punë kam shoqëri të mirë dhe ndjehemi mirë me njëri tjetrin, me kolegët. Për këtë, vendosëm 3 shokë që jemi si më të ngushtë, të shkonim me pushime së bashku. Edhe gratë, pak a shumë, njihen nga disa mbrëmje që kemi organizuar si institucion, thot. Jo se ka ndonjë afërsi kush e di se çfarë, por nuk janë komplet të panjohura për njëra tjetrën. Në fillim kur I thash gruas për këtë gjë, ajo më pa e habitur. Keni luajtur mëndsh? Një herë në vit kemi pushime me ato t'i kalojmë me njerëz që ne nuk I njohim? Që janë këto kalamallëqe që bëni? Por ne të tre jemi shumë shok dhe ju të treja jeni njohur me njëra tjetrën pak e shumë. Po të njohur. Ne s'po njohim komshinët e jo më ato që I kam takuar, as I kam takuar gjithsejt një 10 herë. Nejse, bëni ç'të doni, unë nuk ta prish ty asnjëherë. E dija se do të ishte e para që do të thoje po. I thash I gëzuar që e zgjidha këtë problem. Tani po prisja vetëm përgjigjet e shokëve. Njëra nga gratë kishte thënë menjëherë po, ndërsa tjetra ende nuk kishte dhënë një përgjigje. Ajo quhet Eva. E dukej si mendje madhe, edhe kur takoheshim të gjashtë. Ajo rinte si indiferente, ndoshta nga që ishte më e re se gratë tona. Nejse, shoku im ja mbushi mendjen dhe kështu e lam që të shkonim me makina tona në përveri të Shqipërisë. E më pas të kalonim kufirin e të shkonim nga Italia deri në Francë. Të treja çiftet ishim në gjendje të mirë ekonomike. Kështu që kjo gjë nuk do të ishte fare problem, thot. Dhe erdhi dita për të nisur në këtë udhtim, që për mua do të ishte një kënaqësi e dy fisht, por me pasoja. Rruga ishte e gjatë dhe të tre kishim marrë makinat tona e ndaleshim në disa pika për të çlodhur e për të shijuar peizazhe të mrekullueshme. Kjo ishte një nisje shumë e bukur dhe që premtonte shumë. Natën e parë ndaluam në një hotel e pasi u çlodhëm në përdhomat shumë të bukura e me kushte fantastike, ulëm poshtë të hanim darkë. Ishim 3 çifte, gati të së njëjtës moshë. Vetëm se, siç ju thash, njëri e kishte gruan më të re se tonat. Hëngrëm darkëm, pim nga pak verë e çdo gjë shkoi për bukurinë. Gruaja ime dhe shoku tim që ishin moshatare, u ngjitën shpejt në dhomë se ishin të lodhura e po I merrte gjumi. Ndërsa Eva tha se ndjehej për mrekulli,
e nuk kishte ndërmend që të flinte kaq herët. Më bëri shumë përshtypje ky qëndrimi i saj. Por mendova se mosha e bën punën e saj. Ajo qëndroi deri në fund. Kur ne shkuam të flinim, edhe pse kishte pirë sa ne, ende nuk dukej e dehur. Madje I kishte rënë një nur I bukur, që më bëri të mos guxoja t'ja hidhja syt, se kisha frikën se mos gaboja nga dehja. Kur shkova në dhomë, gruaja ime ishte në gjumë të thellë. Ashtu e shëndosh si është ajo, me gërhimat e saj, më bëri që mos të më merrte gjumi. U ngrita ngadalë dhe dola nga dhoma. Ishte ora 1-3 e natës dhe bari poshtë ishte ende I hapur. Kisha pirë shumë, por nuk do të më bënte gjë edhe një gotë tjetër. Ula të pija te banaku ku si për çudi, në anën tjetër të banakut e pa shevën. Edhe ajo po pinte. Sa më pa mua, u afrua edhe më tha: "Edhe ty nuk të zë gjumi?" "Jo," I thash me gjysmë zëri. "Kam pirë shumë dhe e kam të vështirë të flej kur jam kaq I pirë." "Dhe ma bën po nuk gjete ngushëllim në krevat?" Ajo tha edhe di se ishte e pirë e këto fjali dolën nga pija. Edhe unë u qesha, nuk jemi të rinj si ti që të gjejmë ngushëllim në krevat. Tani jemi si vlla e motër. Edhe unë I dehur, po flisja çfarë më vinte nga goja. Të dy filluam të flisnim me kartat hapur. Nuk e kuptoj këtë fjalë kur më thonë se janë si motër e vlla. Si mund të jetosh kështu? Atëherë më kujtua mua. Mirë ne që jemi të vjetër, po ti pse nuk gjete ngushëllim në krevat? Tani duhej të ishe në krah të burrit tënd. Edhe ma kthen, tani na shkrive. Atë e merr gjumin në këmbë e jo më në krevat. Nuk e vure re që kur ishte këtu po flinte në tavolin? Nuk është për qejf ai. Ja, të ishe ti burri im, tani do t'ishim në rregull. Ha, sa shkojmë ne të dy? Ne të dy? Bëra si habitur, por në fakt, kjo më kishte shkuar në mendje edhe mua qysh kur e kisha parë për herë të parë. Se ishte shtuar më shumë kur e pash se sa qefe kishte pijen dhe sa e zgjuar ishte në muhabet. Por duhej të bëja sikur unë nuk po e kuptoja. Po ja tani ne jemi të dy në këmbë pas gjithë atij alkooli që kemi në trup. E vërtet është. Në fakt edhe unë u habita se si një grua mund të pi kaq shumë e të jetë prapë në këmbë. Dhe e gatshme për gjithçka. Harove? Me të vërtet. Fillova dhe unë të shpresha hapur. Gjithçka. Pa dyshim, çfarë do të më vësh në provë? Sigurisht. Me këtë lloj muhabetin e përfunduam në puthje të zjarrt. Dhe ky ishte një hap drejt një 2 orëshi të zjarrt mes nesh. Nuk e di si nuk u zgjua njërie të na zinte mat në dhomën e atij hoteli. Ndoshta ishte fati mirë apo I keq pak rëndësi ka, por unë u ndjeva sikur isha 20 vjeç. Pastaj u kthyem në përdhoma dhe gruaja ime ishte ende në gjumë. Ishte gati mëngjes dhe unë u shtriva të flija sikur kisha një javë pa gjumë. Megjithse sapo kisha bërë një mëkat, gjumi më mori si top. Në mëngjes më ngriti gruaja, zgjohu gjumash, për gjumë kemi ardhur këtu. Po bënte shaka ajo pa e ditur se çfarë kishte ndodhur gjatë natës kur ajo po flinte e qetë. Mezi u grita dhe zbritëm në hall. U bashkuam të gjithë. Edhe Eva ishte ngritur dhe dukej sikur ishte në rregull.
Vetëm unë e dija sa pak kishte fjetur dhe sa shumë kishte pirë. Por ajo duke si një kukull. A thua se kishte fjetur 12 orë ajo e jo gruaja ime? Ndoshta po bëj gabim që po flas kështu për gruan time, por kështu ishte e vërteta. Ajo mbante të njëjtin qëndrim si më parë, sikur nuk kishte ndodhur asnjë gjë. Aq bukur sillej sa gati mendoja se e kisha parë ëndër edhe jo se kishte ndodhur në të vërtetë. Por ajo, kur po bëheshim gati të niseshim për të vizituar disa vende turistike, më dha një shenjë për të kuptuar se nata e mëpërparshme nuk kishte qenë ëndër. Po sonte si do takohemi? Mendo ndonjë gjë gjatë ditës dhe më thuaj, mezi po pres një takim tjetër, i thash. Gjeti ajo rastin të më thoshte kur ishte pranë meje. Nuk fola se nuk dija ç'të thosha. Megjithatë, gjithë trupi mu pushtua nga ajo ndjenje fuqishme që kisha kaluar një natë më parë. E përgatita planin dhe u takuam në një vend pasi të gjithë kishin fjetur. Nuk e di ç't'ju them. Për momentin që kaloja me të, nuk më binte ndërmend se isha i martuar apo se ajo ishte gruaja e shokut. Përjetoja çdo çast dhe më dukej sikur koha me të ishte e çmuar si floriri. Çdo sekond më dukej e magjishme. E kështu kaluan pushtimet e mia të magjepsur nga vendet që vizitoja dhe nga netët e kaluara në këtë mrekulli të quajtur Eva. Fati më ndihmoi që të mos zbulonte askush. E di se është një gabim i madh, por ai që unë i bëja gruas së shokut, por nuk mund t'i rezistoja t'i thoja jo asaj femre. Nejse, u kthyem në Shqipëri dhe nuk e dija se si do mbaronte. Sot askujt nuk ja kam treguar këtë të vërtetë. Nuk e kam takuar më Evën, por nuk di çfarë të bëj. E quani mëkat apo është thjesht një ndjesi emocionale?